Das me kamerën e vetë, dhe më thonë ndarësëm, mos thëmë s'mund me shku gjithkush mundet me shku, po ata që shkojnë duhet me pas shumë kujdes. Apo thirrin hala fëmijë? Po thrasim. Unë i du që thrasin fëmijë edhe të më shumë. Që ngajnë apo Më shumë, po, ama fëmija brat në gjuna për vesh. Fëmija, unë vetë kom qenë fëmijë edhe kur jem bo dasma të përmahall jemi knaq. Po kena vlejmë karika. Hes ka lidhe, fëmija knaqet që atë se gabimi që përbojnë që po menojnë që fëmijës do të mja porosit një pjatë. Mos ja porosit bre menon në vetë hanë se nuk po shkon kërkush me hangër puni. Që aty menon në vetë me printe vetë që aty se qatë shumë po qesin pjatë sa që përbes nuk i nevoj. Që se tash më ti unë prishe me nonën e me vjerë, se unë kur si ku marrë fëmijët ndasëm, edhe me mithirë si ku marrë. Se mu ka duk që po më smuhen, a pindohë me sene. Unë menoj që fëmija është mirë. Nëse s'ti thirin, më si merri. Ja, nëse s'mi thirin normal që si merri. Fëmija është mirë me kom prezent të ndarësëm, se tash nuk po flasë për fëmijë, kur të flasëm për fëmijë, nuk po flasë për fëmijën që s'di kur gjo. Kur janë rriti marrë tash. 6 vjetë, 7, 8, mandej është mirë edhe fëmija mu njoftu kën çka e ka. A përdim shtu që unë jam okej me thirë fëmijën, adin edhe knaqen edhe është knatësi. Po, kur tritem pak, po. Edhe të më shumit. Edhe të më shumit, po, mu nuk po më pëlqen se çka me prit ata tjetër nëse si respektojnë me thirë dhe nëse se shef ndasma. familjen që aty. Po, unë se vend dyshim këta për të më shumë, kam qep bile me pas. Nëse edhe e smut, ose i smut është, mund është me një infuzion mi adhon, diqysh ka infuzion e ka, s'po flasash për rast ekstreme, mund është me ullë që aty knaqet, jep energji të mirë. Po, faktën që pëllu ti ta kon do njerëz që si vjen mi taku, se ta shuboj ta shumë e vështirë në aspekt kohës, edhe njerëzit s'po mund me lëviz më mu taku cepëm cep me njerëz, po qëto darsma pi bashkojnë familjarë. Po, Adnanis s'është shvish dasma, fokusi Adnanit, do vrejkët Adnanit ka njës 2004 nëse s'gaboj. Unë 2006 prallë me Tupan. 2006 prallë me Tupan.